Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju përshëndet Kosova e lirë. Qysh sot mbi hapësirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosova e lirë do të jetë... Atë ditë e kemi pa 2 herë vdekjen me sy. A dënëja e kombit tonë është ushtria shlirimtare e Kosovës. Është dashur me kallë dhe zjarmin, është dashur me bajë dhe bukën me familje, është dashur me vozit radion prej shtëpie me shku në pika të ndryshme. Ke gjëru luftën nga? Po, vazhdimisht. Materialet a i ki? Po, Po, shumicën. Ne kemi tentuar që ta edukojmë opinionin tonë me faktin që po bëhet luftë shlirimtare. Një popull i pushtuar 6 shekuj. Nuk din as me çmu lirin, as gjakun e derdhur. Edhe qëta përjetova shikus të ndëruar, nëse 2 luftetarë i Niva të thonë me gojtë vetën, ma mirë na kish ra bombat, na kish mytë. Edhe shumë e vërtet. Që ku kem problemin? Këtu e tutje, Kosovën e presin betejë të reja për ndërtimin e historisë, për rritjen e përmasave të lirisë. Çdo njeri që është sot duhet, edhe pse urojmë që mos të ketë kurrë më luftë ose mos të ketë kurrë probleme që kemi pas na. Mirë, po megjithatë duhet me pas gjithë ndërdije se nesër mundet me ndodhe, kështu që me kom përgatitur me dash vendin e vet. Jam krenar, mburëm me ato që isha pjesë e një stafit të radios Kosova Lirë. Më shishin fëmijët. Mes tyne njëri ka qenë më e vogla, Antigona, tash ai ka pas 4 vjet apo 3 vjet. 3 vjet. Edhe si më shihte për e borrit, dilte vrap të dera o borrit, lumbja unë, erdë Martini jam. A ka gjamat ma. Po japim raportin tonik të bashkëpunëtorit tonë, Muharrem Mahmudet. Pse agjencionet më të njohur evropiane dhe botërore i kanë cituar lajmet e radios Kosova e Lirë dhe agjencionet lajme Kosova Press. Washington Post, BBC, New York Times, Deutsche Welle, etj, sepse kanë qenë lajme dhe informacionet të dorës së parë. Nga Kosova u largua antihistoria. Dëgjues të dashur të Kosovës së lirë, miru dëgjofshim në Kosovën e fitoreve të reja.